Sebepi të gjitha pakënaqësive ishte kjo situatë krijuar me 6 janar me rastin e ardhjes së pelegrinëve serb në kishën ortodokse të Gjakovës. Divljaci kakvi su danas u Gjakovici. Por me kalimin e ditëve dhe pas deklaratave tashme të njohura të ministrit Jablanović, situata është acaruar shumë. Qytetarët e Gjakovës mendojnë se Kosova ka ardhur këtu ku është, fal problemeve të grumbulluara vite më parë. Gjendja ekonomike, pa shpresa për tri, sidomos për tri, kryen shkollat nuk kanë vend pune, për atë kanë marrë edhe emigrimin, për atë janë edhe këto situata. Dihet qeveria, çfarë qeverie kemi. Problemet e pas zgjidhura janë grumbulluar shumë prej qeverisë më pashme, që ka pas shumë lëshime, korrupsione dhe shumë punë tjera. Kosova momentalisht është në një kaos, politik, ekonomik, sa që zgjidhja, unë nuk mund të zgjidhi, vetëm politikajt mund të zgjidhin. Ndërsa për protestat e djeshme në Prishtinë ata kanë mendime të ndryshme. Këtu fajt i ka qeveria i ka të gjitha faje, se një 18 vjeçar nuk ka faj. Janë bërë disa demolime, pa ato ndodhë në edhe prindim. Ato rregullohen, mirë po duhet mos zgjidh. Mustafa duhet sa më parë në këtë ministrin Jablanović. Ma mirë kishin me shku me marë peticione në kuvend, e me kërku shka dojnë, sepse për vinë dete shkatrimi pasë njëson, ajo është e dëmshme. Për ndryshe gjatë protestave të djeshme janë arrestuar 160 persona e mes tyre edhe Agon Batusha, asamblejsti vetëvendosjes, Nol Nushin, Gadnima Gjosaj, Argjend Krasniqi, Flamuri Sufaj e Besart Grezda. Të gjithë nga Gjakova, të cilët akoma përmbahen të mbyllur në burgun e Graçanicës dhe atë të Lipjanit. Vetëm dje nga komuna Gjakovës për në protestat e Prishtinës u nisën 6 autobus.